Nuk kanë fund çudirat në Shqipëri, teksa SPAK po bën namin me përgjime dhe sekuestrime telefonash, duket se të njëjtën gjë duan të bëjnë edhe organet e tjera. Dhe nuk e kemi fjalën për organet të inteligjencës apo sigurisë, por për autoritetin e konkurrencës. Ky organ që kur është themeluar ka bërë vetëm petulla me ujë, edhe pse është ai që duhet fus në shina tregu, në fakt nuk bën asgjë. Ata që e drejtojnë thjesht marrin rrogon dhe kaq. Ka pafund raste të shkeljes së konkurrencës financiare, mirë po Denar Biba nuk vepron. Kompanitë celulare po bëjnë namin dhe asnjë lëvizje, ato të qumshtit po ashtu, karburanti po e po, spitalet private gjithashtu. Kudo që të hedhësh syt ka monopol, por justifikimi që dha kreu i autoritetit konkurrencës ishte se nuk ka hapësira ligjore. Biba raportoi në Komisionin e Financave për punën e një viti, perla e gjithave ishte se ai kërkoi ndryshime ligjore ku konkurrenca të bëjë edhe rolin e SPAK-ut pra të ketë akses në celular. Homologët tanë ju marrin celularët. Ky celulari është tradhtari më i madh për çdo lloj gjëje. Nëse do realisht bësh punë skrupuloze hetimore, kjo është. Edhe ata zotrinjtë e SPAK-ut apo të prokurorisë në Shqipëri, shumicën e sukseseve të tyre i kanë pasur nga Sky, nga Encrochat. Ne nuk e kemi këtë mundësi. Polakët e kanë, turqit e kanë, italianët, gjermanët, të gjitha vendet e BE-s i kanë, tha Denar Biba. Ai pranoi se hetimet në tregun e grumbullimit të qumshtit, të frutaperimeve dhe ato të spitaleve private kanë dështuar për shkak të mungesës së provave. Sipas tij, mënyra më e mirë është të sekuestrohen telefonat e zyrtarëve të kompanive. Kur flet me ta off the record, të gjithë nxjerrin shpirtin edhe t'i thon të gjitha. Kur vjen puna për të ofruar një mesazh WhatsAppi që e ka pasur me grumbulluesin për katës, thot mos na merrni në qafë. Ju themi nuk do t'ju nxjerrim, ore kemi detyrim ndaj ligjit. Nëse ne ju nxjerrim, ju çojmë për shpërdorim detyre, nuk pranojnë asnjë lloj rrethane. Fenomeni nuk është vetëm shqiptar, tha Biba. Mbledhjen që zgjati afro 4 orë pati shumë debate, ku nuk munguan kritikat nga deputetët. Më kritik ishte socialisti Erion Braçaj, i cili u fokusua tek bujqësia.